Vendimet e organit shqyrtues të prokurimit publik mund të tregojnë shumë më tepër se sa kush e fiton apo humb një ankesë. Në to gjenden ankesat për tenderët publik, pretendimet e kompanive, raportet e ekspertëve dhe vendimet për procedurat ku shpenzohen paratë të qytetarëve. Për këtë arsye, arkivi OSHP-s është një prej burimeve të rëndësishme për gazetarët dhe organizatat që monitorojnë prokurimin publik. Por Kiks Kosova gjatë punës së saj ka hasur 10 herë në vështirësi për të gjetur dokumentet të viteve të kaluara. Në webfaqe janë të qashme dokumentet vetëm të këtij viti, ndërsa pjesa vendimeve të tjera nuk gjenden. Edhe vetë OSHP-ja pranon problemin. Lidhur me pyetjet tuaja, OSHP ju sqaron se kemi probleme me webfaqen zyrtare të institucionit, për të cilën OSHP-ja menjëherë ka informuar Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit si institucion kompetent i cili aktualisht është duke e trajtuar kërkesën tonë dhe presim që shumë shpejt ASHI të menjanoj problemet dhe të jetë funksionale webfaqja zyrtare e OSHP-s. Po ashtu ju informojmë se organi shqyrtues i prokurimit aktualisht funksionon pa zyrtar të teknologjisë informative dhe në mungesë të zyrtarit të IT-s. Institucioni ka angazhuar një zyrtar të brendshëm i cili është duke i publikuar vendimet, raportet e ekspertizave dhe dokumentet e tjera në webfaqen zyrtare të institucionit deri në përfundimin e procedurave të rekrutimit për pozitën zyrtar i teknologjisë informative dhe pozitën udhëheqës i divizionit për teknologji informative. Pra, institucioni që ruan një arkiv të rëndësishëm të vendimarrjes në prokurimin publik, aktualisht funksionon pa zyrtar të teknologjisë informative. Por vështirësitë në webfaqe nuk janë të reja. Ardit Dragusha, hunëmtues i lartë në organizatën Demokraci Plus, e cila monitoron prokurimin publik, thotë se ato kanë nisur që në dhjetor të vitit 2025. Problemet me funksionimin e webfaqes të organit shqyrtues të prokurimit kanë nisur në dhjetor të vitit 2025, ku fillimisht webfaqja ka qenë jashtë funksionit për rreth 2 javë dhe pastaj është rikthyer në funksionim, megjithatë prej atëherë, prej nga ajo ka problem pra me qasjen e dokumentet të cilat janë më shumë se 6 muaj të vjetër, pra duke folur 6 muaj më të vjetër nga fundi vitit 2025, një pjesë e madhe informacione pra e raporteve të ekspertit shqyrtues, të vendimeve të vjetra, por edhe dokumenteve të tjera janë të paqasshme. Për një organizatë që monitoron tenderet, mungesa e këtyre dokumenteve krijon një problem të drejtë për drejtë në punën e përditshme. Në vend që dokumentin të shkarkohet nga arkivi, ai duhet kërkuar veçmas nga institucioni. Kjo paraqet një problem jashtëzakonisht të madh për faktin se webfaqja e OSHP-s është drejtoria vetme ose më thonë si kryesorja e punës që bën ky organ i shqyrtues i prokurimit. Pra një pjesë e madhe e punës tonë varet nga funksionimi i kësaj webfaqe. Kjo paraqet problem kur detyrohemi me muqas në vendimet më të vjetra apo në raportet e ekspertëve më të vjetra. Në këto situata bëjmë një kërkesë përçasje, e cila pastaj na çet neve punë, ju çet edhe aty në punë, se duhet në mënyrë manuale që të na dërgojnë. Sipas sqarimeve të dhëna nga organi shqyrtues i prokurimit, problemet kanë nisur pas një ndërhyrjes teknike që ka bërë Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, por nuk ka një afat saktë se kur do të përfundojnë këto probleme. Problemet me dokumentet nuk janë çështja vetme e evidentuar në transparencën e këtij institucioni. Rregulloria e OSHP-s parashon mundësinë që seancat të transmetohen drejt për drejt, por Demokraci Plus ka konstatuar se gjatë periudhës së monitorimit të saj seancat nuk janë transmetuar online. OSHP-ja i kishte sqaruar organizatës se pajisjet për transmetimin e seancave e siguruar përmes një donacioni të Saidit kishte pasur një defekt që në vitin 2025. Sipas institucionit, pavarësisht përpjekjeve, nuk kishte gjetur një kompani që do ta riparonte pajisjen.